kemi edhe humbje jete, na ndodh raste për shembull në miniera, në ndërtim kemi pasur humbje të punëmarrësve të cilët punojnë aty. Pra, mos ndofta kërkon akoma më shumë që të forcohen këto ndëshkime ndaj këtyre punëdhënësve? Njerëzit presin ose janë të kënaqur që pas ndodhjes një aksidenti, nëse është sankcionuar subjekti, është kryer puna. Në fakt nuk është ky misioni i inspektimit të punës. Misioni i inspektimit të punës është të gjejë dhe të analizojë shkaqet dhe arsyet që çuan në këtë aksident, me qëllim marrjen e masave nga subjekti për të parandaluar në të ardhmen të ndodhin raste të tjera të ngjashme. Domethënë, në çdo proces inspektimi konstatohen problematika në raport me zbatimin e ligjit. Kur duhet aplikuar sanksioni, lidhet me faktin se kur punëdhënësi me dashje kryen shkeljen e ligjit. Dhe në këto raste, ligji i jep të drejtë inspektorëve të penalizojnë subjektet. Kjo nuk do të thotë që për shkelje që kanë rëndësi të posaçme që lidhen drejt për drejt me jetën, që lidhen me shkeljen e informalitetit, inspektori ka detyrimin jo të pres procedimin deri në fund, për të pezulloj për një herë punën përmes masave urgjente që merren subjekt. Mendoni që raportohen të gjitha aksidentet? Jo. Sepse ka, nuk dua të përmend emra, por unë kam pasur disa raste sepse jemi në që kompanitë ndryshme mundohen që ta mbyllin domethënë aksidentin ose atë dëmi që mund të jetë shkaktuar, mund të jetë një dëm i vogël, mund të ketë nga shkalla, mund të ketë dëmtime të lehta, por mundohen që t'i mbyllin brenda për mos t'i raportuar te inspektoriati. Cila do ishte këshilla juaj? Duhet që sepse sipas detyrimit ligjor, me sa unë di, duhet që punëdhënësi ta raportojë. Kur i ndodh, e ka detyrim ligjor që ta raportojë. Po, çdo ngjarje duhet ketë një regjistër të aksidenteve të tjera. Ndërsa ana e punëmarrësve më intereson më shumë. Mund ta ndërmarrin punëmarrësit këtë iniciativë në rast se punëdhënësi nuk e raporton se në qoftë se unë fola për një sankcion variabël që i lihet gjykimit inspektorit që të shkojë nga këtu deri këtu në varësi të llojit shkeljes, sa i takon mosnjoftimit të aksidentit, kjo gjë është taksative. Do thotë përsos sanksioneve për shkelje të tjera që aplikohen. Në rastin kur ne konstatojmë një rast aksidenti të mos deklaruar në kohë pranë inspektoriatit, automatikisht ligji parashikon mosnjoftimin e aksidentit me një sankcion fiks. Numrat që raportojmë ne të aksidenteve në punë janë të gjitha ato aksidente të cilat janë njoftuar dhe janë hetuar nga pranë inspektoriatit të punës, por jo detyrimisht janë njoftuar nga punëdhënësit. Dhe këtë duhet ta theksoj.